qëllimi kryesor i ekzistencës së Bashkimit Demokratik për Integrim. Ardhmëria jonë është brega e politikës së VDI-së. Ju, ne bashkarisht, jemi promotori lëvizjes së subjektit që themelit i ka devrimi dhe gjaku i rinisë dimjenjishit ushtarëve të UÇK-s, të cilët morën guximin për të luftuar dhe për të lëshuar gjendjen e kombit tonë në këta treva. Në emër të shtabit zgjedhor të BDI-së, ju apeloj që më 24 mars, ju rini e nderuar Tibrane, të ftoni prindërit tuaj, gjishërit tuaj, shoqëritë tuaj, që të drejtohemi para kutisë së votimit dhe të tregojmë që rinia Tibrane do vendosën për veten, do vendosën për Dibran, do vendosën për Bashkim Mashkullin, do vendosën për Zhdilatën. Ka edhe shumë për të bërë. Prandaj ti bashkërënditemi të gjithë, zotit Zhdilata dhe Dibran ta bëjmë edhe më të mirë për jetesë, të hapim edhe shumë vendit të tjera. Besoni se do jenë për krah jush në çdo moment dhe njëherë zëri juaj në kuvendin e komunal. Kërkesat e juaja do të jenë edhe të mia. Si i ri kam pasur guximin të luftoj për drejtësi. Këshilli i Arshëm do të mbështesë të gjithë iniciativat e juaja. Se ju jeni gjenerata e zgjuar, gjenerata e cila kërkon të përgatitet për t'i marrë të drejtat e veta e jo për t'ja dhënë dikush asaj. Nuk jemi në lypsa, ne i marrim. Edhe ju më sërojnë t'i vetë. Ishte shumë lehtë në vitin 2001 të komandoja, për shkak se atëherë votohej vetëm me një gisht, me gishtin e Kalashnikut. Na pret një punë mjaft e madhe. Duhet me datë 24. Atëherë të organizoheni në radhët e vendvotimeve. Ti mblidhni gjithë ato që u përmendëm, duke filluar prej familjes, prej fqinjve, prej plakave dhe pleqve që nuk mund të ecin deri në vendvotim. Të organizoheni, ti transportoni, ti çoni të votojnë, jo ti detyroni, ti ndihmoni të shkojnë. Atje kur shkon, ai do të voton për atë që don vetë. Kështu mbrihet të merret e drejta. E drejta pas luftës merret me votë. Edhe ne duhet t'i mbledhim votat. Në përgatitjen e kuadrove e përdorshim një fjalë. Qershijat bëjnë koka, por nëse nuk i mbledhish ato bien për tokë. Ashtu është edhe me votën. Nëse ne me datë 24 nuk shkojmë të mbledhim votat, ata do t'i merr ai tjetri. Premtoj nga kjo fortore, në këtë fushat, ndoshta ne nuk mundemi më shumë, por si pushtet komunal, si qeverisje komunale, për të gjithë studentët që studiojnë në Tetov, në Prishtinë, në Shkup, 30% të 10 biletave vjetore do t'jenë të kompenzuara nga kuvendi komunal. Duhet dhanë prioritet të aftit, se Dibra me ato krenohet në historinë e vetë. Prandaj, garantoj 10 deri në 15 bursa për ata që notën mesatare e kanë binamët. I duhet një ardhëmëri ndryshe. Këti qyteti i duhet njerëz të mëdhej. E për të mëdhejt investohet. Për të mëdhejt i javlen të lash diçka tjetër dhe të stimulojsh atë që studion. Nga se ne kemi mangësi në kuadro dhe shumë shpejt
do të vijë mungesa profesionale. Për shembull, fakultetin e maqinerisë nuk kemi të regjistruar, ose fare pak. Ky popull, kjo rini duhet jetë e shëndosh. Duke mos e zgjatër më shumë, i di dëshirat tuaja parafësisht nga se e marrë me ata. Dhe gjëja më e madhe, më e mirë, më e dëshirueshme për të mirët në kohën e lirë është sporti. E di që atë keni simpati, jeni pjesëmarrës aktiv. Dhe për këtë kam një përkushtim të veçantë për rinin Dibrane. Sporti do të jetë pjesë e angazhimeve të tyre. Në lanë në amanet di sala sportive të cilat do të jenë të juja dhe vetëm të juja. Do të menaxhohen vetëm nga ju. Mora kërkesat dhe u interesova për sportet. Ishin sportet të dalluara. Sporti karates, sporti kajakut, sporti basketbollit, sporti ping-pongut, që bëka të një turnir në vjetë. Donacionet do t'i kenë të komunës, por që të jemi më realist, buxheti kryesor për sport, është kërkesë shumë e fuqishme ajo, do shta pak edhe imponuar, por edhe pranuar. Sokollet kërkojnë që të merret patronat Korabi nga Këshilli Komunal. Të merret. Është sedër e çdo njeriu të parë të një qyteti, që qyteti ta prezantoj përmes një klubi sportiv në të gjitha nivelet, normalisht aq sa mundet. E ne mund të prezentojnë të gjitha nivele sukseset, edhe të kajakëve, edhe të karates. Po mamos masofiku është Korabi, kështu që bashkërisht, me të gjithë Këshillin Komunal do të angazhohemi për këtë. Unë ju premtoj, këtu pjesë të gjithë juve, se në këtë fushë të Korabit, ashtu si që është do shta dhe pak më mirë mund të bëhet, përshëtimet e para nacionale dhe kombëtare bëhen në kulturë dhe në sport. Prandaj rini e dashur, keni besim në Bashkimin Demokratik për Integrim. Keni besim në strukturën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Keni besim në liderin e saj, Ali Ahmeti. Me vizion dhe qëndrim pastër europian, keni besim edhe tek ne, që na është besuar, të mbaj para jush numrin 17. Unë dhe bashkimi si kryesues i listës, këtij numri dalim Zot, nëse ju na e besoni. Kemi besim se do të na e besoni nga se kemi kultivuar arshbindje, arsye dhe plus shpresë reale për të pas një rini të qeshur, të gëzuar, të disponuar në kuptimin e plot me atributin historik të saj, një rini Dibrane.